Shkojnë dhe njerë për shembull që nuk i falin 5 vakte. Ai si mahon, nuk thot jamër, ja. Ka do që mohojnë, po ka do shumë që s'mohojnë. E pranojnë që ka obligim, ama çka thot? Wallahi s'po kam vakt. Allah s'po kam vakt. Mirë Allah nëse s'ki vakt për mu falë për Zotit, për kënë ki vakt? Për kënë ki vakt? Ai vakt që e ki ku për shkanaj? A në më shumë më thonë dikush, s'po kam vakt, fëmijët e mi me i këshyrë. Mirë Allah nëse s'ki vakt për fëmijët tu, për kënë ki vakt Allah? Ai vakt ku për të shkanaj vakt? S'ka vakt fëmijët e vetë me i eduku. E nëse s'ki vakt fëmijët tu me eduku, për kënë ki vakt Allah? A dhe përim nuk është s'kon vakt, po ku pëqeja të vakt? Qëtu përim se vakt ka? A i vakt dikun për të shkan? A i ki 24 orë, po a i ki qëtu, po a i ki, ku për shkojnë këtu? Armëdojnë për një njëri, që di, në bazët i tore i ka 200 euro hyrje, në ditë 200 euro i ka. Apo? Edhe jetë undë. I thëmë që i thëmë në, ku për të shkojnë parët Allah? Nëse s'ki pare për bukë, për që ke pas pare? Apo nëse bukë s'ke hangër, që ke bu me ato pare? A veti që shto, për? Normal që vetë, Allah. Edhe ati që e thotë s'kam vakt mu falë. E nëse për Zotin s'ke da vakt, 24 sati ki, s'ke da vakt, 1 orë komplet mi falë 5 vakte, ku s'kej vakte, Allah? Ku s'kej? Dëmonë, ti nuk përdën. Ti s'përdën qatë vakt me da për Zotin, se vakt ka? Që s'ka vakt? Ka njerë që shumë më të nëzohë se që ata që shtu arsetohen. Edhe prapja dalin, jo që për me falë namaz të farz, ata na file falin. Po, edhe lezin Kur'an, ka atil. Por çështja është apo dënë. Përndaj këto mësime janë zbatueshme, janë të kapshme, janë natyrshme. Ai që dënë, ai që nuk dënë, është çështje tjetër.